deklarata, me që Po bazojmë të deklarata, sepse tek e fundit ne jemi vetëm një qytetar të thjeshtë, spaku në studio, përpos Janinës e cila është përfaqësuese e popullit. Jemi qytetar të thjeshtë që po paguajmë. Që po paguajmë, prandaj po them po kapem me deklaratën, sepse ne presim zgjidhje. Do të t'jesh në pozita udhëhecit, çfarë do qofshin ato, duke qenë ministër, është për vërtet për bërë zgjidhje të situatave, se nuk do të t'jesh ministër gjithçka do shkoj vaj dhe do jesh aty vetëm për ministër apo ministre, vetëm për të lançuar disa projekte ose diçka tjetër e cila ty nuk të sfidon me vendime të tilla siç kjo e tanishme. Është krizë globale, fatkeqësisht, do thotë nuk po parashihet fundi nëse do jetë, do thotë fatkeqësisht ne akoma mund të flasim edhe për një eskalim të situatës, se po flitet edhe për luftra e gjëra më të përhapura se sa është tani. Ka shtyhet ultimatume, le ta shohim nëse shtyhet ultimatume, kemi një anë se dua dalë një politikë tash globale të analizojmë se çka është duke ndodhur, po domosdoshmërisht po ndikojnë tek neve dhe besoj që ato që u thanë në lidhje me TVSH-n, sepse logjikisht nëse është 18% TVSH-ja, do të thotë, në qoftë se është 20 euro, 18% 20 euro është ndryshe, 30 euro, 18%, do të thonë sa më i lartë, siç e tha Janina, do sa më i lartë jetë çmimi i produktit, aq më i lartë do jetë edhe hyrja atij 18% të shumës përfundimtare. Në një mënyrë ose tjetër, kam frikë që qeveria, uroj të mos bëni kalkulim të tillë në kurrizë të qytetarëve, është që të mbledhë, do thotë, sepse këto hyra po shkojnë, do thotë në qeveri, do thotë të mblidhen brenda shtetit me që po flitet, edhe në fakt është e pa evitueshme, fatkeqësisht një zgjedhje të jashtëzakonshme, mos po kalkulon mbledhjen e këtyre fondeve edhe në momentumin. Qeveria po kalkulon mbledhjen e këtyre fondeve për të shpërndarë. Prandaj po them që të mbush buxhetin. Nuk janë rrethonat për kalkulimet e tjera, për shkak që po gjithsa deklaratat janë politike. Për shkak që pasojat nga ngritja e çmimit naftës dhe produkte të tjera është shumë më e madhe se sa nga ajo sa përfituan nga të hyra nga TVSH-ja. Po, unë me thënë drejtën flamur, e vlerësoj do thotë atë idenë që kishin qenë kaq të moralshëm e sinqert politikanët, po ma kanë dëshmu kohëve të fundit që hiç absolutisht do thotë nuk është që e kanë hallin tonë se Arta e dëshpruar është. Unë jam e dëshpruar kështu, kërkoj ndjesë, do thotë sepse jo teoria, po praktika ma ka dëshmuar që jam i zhgënjur absolutisht do thotë që se sa shumë interes. Dhe gjithashtu, vërtet nuk mund të masin do thotë ngritjen e çmimeve ditore, do thotë qeveria, por institucionet domosdoshmërisht duhet të gjejnë gjitha mekanizmat ligjor, edhe pse kjo lëvizje vetëvendosje, e cila në qeveri shumë herë ka marrë vendime që neve na kemi diskutuar, antikushtetuese, antilegjore, atëherë kur është leverdisur, do thotë kësaj qeverie për 4-5 vite, edhe atëherë kur do thotë nuk don të lëvizë diçka në të mirë të qytetarëve, gjithmonë shkon edhe hapet kapet te gjykata kushtetuese, kapet te këto ligje, do thotë sikur atëherë kur i konvenon i zbaton këto ligje, atëherë kur nuk don të veproj, fillon të justifikohet me ligje. Edhe pse un jam, siç thotë zotri Malogu, do thotë jam jashtëzakonisht do thotë idhtare e kushtetutës dhe respektimit ligjor të kushtetues, por gjithashtu jam edhe do thotë simpatizante që të lehtësohet jeta e çdo qytetari. Fatkeqësisht, mos krijimi institucioneve, sepse nuk po i quaj akoma të konstituuar as një institucion. Dani pak më vonë aty. Fjala ime e fundit, duke mos pasur asnjë gjë në vijë, duke u kalkuluar politikisht edhe në mënyrë elektorale, kam frikë që do thotë gjitha kjo po shkon në dëm të qytetarëve dhe në fakt bizneset po e përdorin. Bizneset po e përdorin këtë vakum në të mirë të veten.